vizitat, po edhe na udhëzimet. Unë shtroj 4-5 herë në javë. Sot ma ki bësh një trening. Au? Ma ki bësh sot. Po jo, po ban. Dhe unë aty shtroj për veti dhe udhëzoj njerëzit që janë aty. Nuk jam trajner personal, sepse jam djemt aty, edhe është trajnerja, por i udhëzoj në mënyrë volontere kështu. Dhe edhe për ushqim, edhe për ushtim, edhe për krejt. Dhe nga klubi jonë, zakonisht, po kryesisht e zakonisht dalin njerëz që dalin të shëndetshëm. Pa lëndime dhe pa probleme tjera shëndetësore, ti e vetë mjek e din sot aktualisht me çka njerëzit mund eventualisht mirën. Absolutisht. 60 vjet efektivitet në punën tuaj, edhe sa numra du të mja qitë për me kuptu moshën tuaj? Qiti 60 vjet punë? Edhe nja 14. Edhe 14! A duket më i viki si 74 vjeqar? Tash mos na shtyjmë të shtime... E kom lezu një bestseller Ikigai. Dhe dikun kuptimi jetës. Muj me thonë tash edhe qka shkunat që thot për kuptimi, që është kuptimi jetës. Po. është i kënaqur do të jenë edhe është me fat ai që numëron vjet. 1, 2, 70, 80 sot numëron, është me fat. Ai që ndërpren me numërimin është i pa fat. Po. Absolutisht. Kuptimi i jetës te bukuria e jetës, te mrekullia, po edhe te numërimi, edhe të që ky numërimi mirë. Normal. U bafsh shekullor. Shekullor, po. Ja, unë ty të dëshiroj Moses, 120 thonë. Kuptimi të tash, me si që përmene, kuptimi i jetës e mas ati bestselleri në kupton kënaqësia e të qenurit gjithnjë i zënë. Që do të thotë që gjithmonë ke për krijuar, për punuar aktiv. Sikur emisioni gjithë që shkon çdo javë që punon sot, nesër, masnesi. Sepse të gjithë ata që e ndërprejnë rrugën e ecjes, ata duhet me dalë tash pastaj sikur treni. Si të nalet rrin, pastaj ose duhet me dalë pe shinave ose duhet me quhe në kurisht. Në kurishten. Zotri Idris Humolli, njeriu që absolutisht është bërë këtu e 60 vjet më parë ka fillu një rrugtim që e ka bërë emblem Prishtinës, emblem të këtij sporti, emblem të Kosovës, po sidomos të Prishtinës. Po kthehem veç pak, si fëmijë si e kujton Prishtinën? Prishtinën e kujtoj me rrugë, me bajt, me lloç, nuk e di cila fjalë është e përshtatshme, e kujtoj Vellushër, Pishtefkën, po Vellushën aty mas teatrit Dodona. Çfarë lodrash kishit? Çka lunet kur ishit krejt fëmijë? Luajshëm me nuk e di as vetë me dos. S'muj me paramendu, po çfarë Prishtina që po tregoj, unë në shkollën fillore na pe shtëpis 200 metra, shkolla e Nazika tash, që është aty do mund krejt i bon diku 300-400 metra. Unë pe shtëpis edhe kom posë edhe 2 shokë aty, kur shkojshëm te ajo reka aty, çizmet i mashëm i lajshëm as pari çizmet. Pastaj do kemi shkuar në shkollë se ja e pjesë kon pak më e shtruar në kaldërëm, që thon këna kon këtë lloç. Dhe çaja kon rinia, çaja kon pjesa adoleshente e jura. Po më pas një rini pak, kur fillon me studiu juridikun, ju keni qenë edhe student i shkëlqyer i juridikut, keni punu si jurist më pas? Po, unë e kom punu 35 vjetë në qendrën e studente. Jurist? Po, si jurist, kom punu një kohë gjatë si drejtori i zyrës ligjore dhe jom pensionu në 5 vjetë e fundit, kom punu si zavend drejtori i përgjithshëm i qendrës studente. 35 gjenerata e kompletuar. Pjesë e bukur edhe kjo, me të rritë, me rinin, me... Jashtëzakonisht. Ku e njofte zonjën tënde? Zonjët edhe, kur të shef ajo emisionin, zonjëve ka me thonë, Idris, kalzo drejt. A, kalzo drejt. Idris, kalzo drejt, pra. Ja, ta dikte. Kalzo drejt. Që që, unë nuk më post rast me po para fejjesës shoqen teme. E kjo është ajo. A s'ke pas rast me po? Ja, absolutisht jo. Po? Jo. Ta ka që zotit mirë, ashe?
njeri mirë, me shpirt mirë, e pash në film deklaratat e saj i ndoqa, edhe për fat mirë edhe regjia, kur ne po flasim, na jep pak sekuenca për këtij filmi, besoj që nuk na ndalojnë, ë? Ajo është një gruë e mrekullueshme, është një nonë e mrekullueshme. Unë kam djalin 50 e sa vjet, tjetri ka 40. Ajo kujdeset për ta si për mesën tonë që kemi 7 vjeçaren, 6 vjeçaren. Akoma, ë? Akoma rrinë, shumë për të Qumstin, sharapat, kjo. A pëtën këto, nari ta boj këto, që merë një banune, merë që to, a për pëlqen që kjo, dhe më është jashtëzakonisht. Une kam shumë familjar që një, po, është e veçantë. Është e veçantë. Jo, që është e jamë, që familja e rrëti Gjoni di që është e veçantë. Që the, jo, nuk është veç, jo veç që është e jemja që the. Ajo është e veçantë edhe që është e jurte. Absolutisht, është gruaja një njeriu të mrekullueshëm, Idris Humollit, një sportist, unë thash një emblem e Prishtinës, një jurist, në ditët e demonstratave, a ke qenë jurist në qendër? Po. Ke qenë atë? Unë e ku shku me 22 dhjetor, 80 s'kam qenë aty, dhe ma 3 muaj bon demonstratë. Të gjithë kanë thonë Idris te edhe që ka bo për që edhe në punë. E solle në vete. Absolutisht. Po, kam qenë edhe kejtë ato trauma, ato që kom pa unë s'kisha pas qëtë me pa kërkush. I kujton vështirë. Se na kemi nejtë aty edhe ditën edhe natën edhe ka qenë... E vështirë, shumë. Vështirë, jeta është e tirë. Shumë e vështirë. Gjatë luftës ku përfundove? Gjatë luftës përfundova në Teto edhe në Norvegji. Në Norvegji pastaj. Sepse para prakisht kishte shtue qika jeme edhe dhondri atje, sepse i debun nga puna, a i dhondri met pa punë dhe pastaj shkun ata atje, na kemi shku pastaj. U ktheve me njëherë apo qëndrove? Jo, me njëherë këthy. Momentin e pari me këthy. E jeni këthy me njëherë. Ti njef, nuk e di sa dhe është kjo interesant, po Osman Dishën. Osman Dishën? Sot jemi shkru me të, dua ti duar të ka shprej shtu absolutisht. Një gazetari mrekullueshëm, le ta themi se moshat e reja absolutisht mund të mos e njohin, i sportit, po gazetar me absolutisht, me vull, me i cili e ka një vajzë që i ka këndu shumë bukur, nuk e dia ka vazhdu me këndu ajo, edhe Osman Dishën u takova atje? Jo, që më taku, po ishte një numër kë mu ishëm me kontaktu kur po kthejnë në shpi. Unë e thesha për ditë, e i thonë një ditë, më fali për zotni, thëmë, a bon me të ati temni se u po do të pi fillimi me kazustët. Unë jem tha Osman Disha. Thash Osman Disha thash, a di kush e mune, po. Thash unë jem thash Idris Humolli. A i tha Idris, ti je qaj që po më lodhë për dita? Lebre, tha po, me zonjën e nderuar, të cilën absolutisht e respektojmë dhe e dorë trokasim edhe njerë se njerëzit të bëjnë gjëra të bukura që e sublimojnë emrin non, do të gjithmonë mi dorë trokit. Sa fëmijë keni bërë? 4, 3 djemë e një vajzë. 3 djemë e një vajzë. Ati ta mamë shqiptarë, qësh kanë pas qek shtu, aj? Vajzën të fundit? Jo, vajza është e dyta. A dyta? Besniku është i treti, ky që është trajner personal. A kanë shku rrugës tënde? Me nutricionizëm, intolerancë ushqimore, këtë ky është, besniku është... A kanë shku rrugës tënde? Magjistër, besniku ma ka kalu. A ju ka kalu? Po në botën e sportit? Në aspektin edhe teorik edhe praktik, edhe unë jem shumë i lumtë që ma ka kalu. Për një që të shumë kalu. Ne jem ka shku lauta, shumë kalu lauta, që është një profesionist që... Me folë për juve dhe punën tuaj, vërtet duhet në emisionet të tëra, dhe unë e thamë kur asë njëherë nuk është të thamë për të thënë dhe për të dhënë të tërën, sepse ka shumë përmbajtje, edhe kjo është mrekulli. Mrekulli është që të kishim edhe musafir me këtë përmbajtje, a je i lumtur në tërë këtë... Me përmbajtjen e jetës tënde deri më sot? I lumtur jam. I lumtur jam edhe faktikisht unë e kom plotësuar ëndrrën time. Fillimisht ëndrrën për hapjen e klubit parë dhe e kom plotësuar ëndrrën time me familjet time, me punën e fëmijëve, me edukimin e tyre dhe jam shumë komod, jam shumë rahat jam. Dhe në këtë ëndër të plotësuar prej Norvegjie je kthyer në çet Kosovën, ku
Balta është më e omël se mjalta, asë një minutë spritë, Men, kam që nga që të gjithë, që i gjithërin që përnalin fëmijë, atje, sa që Aprigova, jam pregu. Une jam shëshnu me një shumë të mirë dhe ati i kam thonë, Sadik Akamin, është nipi me të shkrasnisit herojt të popullit. Sadik të lutem, thua ju bindi, le të vinë shpe, se pëmdo këtë që këta... Po hezitojnë. Po hezitojnë. Dhe i falenderoj atje ku është Norveqi që ka një mua dhe i këma ardhë. Profesor i nderuar, zotëri Idris Humbolli, ishte mrekulli, ishte shumë kënaqësi që të kishim musafir sonte në dorë. Faleminderit shumë për ftesën. Na keni thënë gjëra të bukura, na keni shtrue edhe në aspektin viziv edhe praktik edhe teorik një pistë ku të rit e të reat e ata që pretendojnë këtë rrugtim e kanë të shtruar edhe cakun e kanë shumë më të lehtë. Shumë faleminderit që ishte me ne. Ishte kënaqësi. Faleminderit për ju. Faleminderit.